Të nderuar miq, ditën e sotme do të flasim sërish me profesorin Sazan Guri, do të flasim për gjuhën shqipe, për problemet, për shqiptarët, për atë që pritet të ndodh në vitet në vazhdim, nisur edhe nga vendimet që ka marrë qeveria në vitet e fundit. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Mirësere, faleminderit profesor. Morëm spunto për këtë bisedë nga një postim i juaj që theksoni që ligji i miratuar në 2024 që vendos shkatrimin e kombit shqiptar, bëhet fjalë për një ligj për emigrantët, për strategjinë më saktë 2024-2030 për emigracionin, ndërkohë që përpara se ne të fillonim bisedën, në media filluan ka disa lajme që po qarkullojnë edhe për një vendim që është hedhur për konsultim publik, pra një projekt ligj që të huajt kanë të drejtë të blejnë tokë në Shqipëri, pra që më përpara nuk ka qenë. Një mendim kushtetues ligjor që mund të bëhet pas gati 30 vitesh se i fundit në 98 në mos gaboj ishte bërë. Pra gjitha këto po na çojnë drejt zbarkimit të huajve këtu. Por ajo që juve ju shqetëson profesor është që nuk ka reagim për këtë. Bravo. Dhe si shpjegohet kjo tani? Unë kam vënë re që në statuset e mia kam reagim, mund të them, nuk kam si ata që duan e përqenë vetën duke u ndjekur nga shumë njerëz të tjerë. Unë jam nga ata që kënaqem që pjesa cilësore e popullsisë shqiptare, intelektual, le të themi, pjesë e kulturuar apo qytetarë të përgjegjshëm të vendit, në përgjithësi më ndjekin edhe më shpërndajnë. Nësa në lajme si ky i fundit, që ka të bëjmë me një lajm rrënjësor apo titullar për kombin shqiptar, reagimi ka qenë shumë i ulët. Biles kam takuar dhe kam folur njerëzve të mi në për rrugë dhe të gjithë bien dakord, s'ka ku të vemi keq, dhe të gjithë tonë kam një lidhje o me qeverinë, o me Grekun, o me Serbin, o me biznese, o me projekte, dhe kjo nuk ka qenë më përpara detia shqiptarëve. Tani kjo është bërë një lidhje e pasgjithshme midis një shqiptari, o i bler, o i shitur, o me projekt, o me djalë ke qeveria, o me gjyshin partizan, o me një marrëdhënie biznesi me Greqinë, o me një marrëdhënie të fshehur. Pra ju po thoni profesor që nuk ka njerëz të lirë më. Pothuajse joti. Dhe unë ndjej veten të rrethuar pikërisht nga kjo mungesë e njerëzve, se dikur gjenim njerëz metoda demokratike, luftonim, një pjesë të fitonim, një pjesë baras edhe një pjesë humbje. Kishe kuptim dhe jeta. Tani për shembull unë shoh në këtë reagim ku them në shkrimin tim që unë do ta bëj për edhe një i vetëm, them unë kam shkrimin këtu para, edhe një këtu më keni, as u trembem fare ju them. Fare. Sazan Guri dora vet. Guxoni po ja u mbajti. I the. Pra, e po marr përgjigjen e pyetjes tuaj. Në 2024 që mua më erdhi këto 3-4 ditë të fundit nga një ardian Heta, ai shqiptaro që u fut me kamion ka ambasadën gjermane, i iku në Gjermani këtu e 36 vjet, edhe ai ma solli dhe e quante edhe ai të merr, dhe ai është njeriu i shqetësuar si puna ime. Dhe aty kuptoj, lexoj fetoren zyrtare, lexoj ligjin dhe kuptova që Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në 2015 ka thënë që në 2030 Shqipëria do jetë me 500.000 banorë. Kaj do jetë Shqipëria me. Dhe thosha këta ja veshin kot. Ndërkohë që është gjë e përgatitur, pikërisht kur e tha Banka Botërore dhe FMN-ja këtë shifër që unë kam kapur e kam dëgjuar me këto veshtë e mi, atëherë e quajta si tallje, si denegrim të rritjes popullsisë popullit shqiptar, por atëherë filloi dhe migrimi vendas. Emigrimi më saktë vendas. Që në 2015-16 njerëzit fillimisht për një jetë më të mirë, pastaj filluan të delë shtresa e mesme, pastaj filluan të delin pronarët, pastaj filluan të delin ata me titull pronësie, me prona të mëdha. Edhe i ikën 2020, 2025 dhe sot ti ke jo fshatra bosh, po ti ke qytete bosh, Ersek, Pogradec, Leskovik, Korç, ti ke qytete bosh. Dhe do të them që fshatra ku ka ngelur disa pleq që nuk ka njeri ku që qonë gjyshit i laqët. Dhe ku vdes gjyshi nuk ka njeri ku shtabaros ngrihet nga berati ajo funerali, vetën filan fshat,
sepse s'ka njëri ta ngrej. Për fat keq disa e kanë gjetur dhe pas disa muaj ishte vdekur. Eksakt. Në këto kushte vjen ke ligji. Ligji thotë që në bazë të një vendimi ligji të Organizatës Kombeve të Bashkuara që shtetet pritëse duhet kujdesen me shpejtësi maksimum për ata që quhen migratorë. Pra nëse ne jemi emigrant, shkuam, tash nuk ka ndonjë kujdesje ky shtet, kjo qeveri për emigrantin atje ku vetë. Fare. Njerëz pa dhe, ata janë pa dhe as atje ku vetë. Qa për tyre mund të integrohen, po shumica janë pa dhe atje dhe pa dhe këtu, se këtu lënë që gjë. Dhe vllai i heq të drejtën e pronës. Ti thotë ke ndëruar emrin dhe Greqia kërkon pronë të marrësh tu ndihmë ke pronë babait, pra edhe tilla gjëra ndodhin. Dhe pra po bëhet pasivizimi në Serbi, në Preshev. Eksakt. Po, do të organizojmë atë bisedë sepse si akademik jam përgatitur dhe një letër për institucionet kyç për të Amerikës edhe të Europës, se si Serbia në mënyrë të jashtëligjshme të pambështetur në ligj sakrifikon banorët, vetëm banorët shqiptarë në 33 apo 36 minoritete që ka Serbia, e bën pasivizimin e adresave të lindjes edhe të vdekjes edhe trashëgimisë të pronësisë e bën vetëm për shqiptarët. Po kjo do ta themi pak më vete. Dhe në kushtet e sotme, kur ky shtetas, ky qytetar, po themi që vjen Bangladesh, indian, vazhdo afrikan, vazhdo arab, por më shumë dhe më së shumti këta që quhen, jo që fut, se është rëndom fjala, po izraelit. Pse mos e bëjmë për këtë thua? Po patjetër. Atëherë i mbledhim faktin. 400.000 ligji është që 2024-2030 gjo komunë, gjo institucie administrative, gjo bashki, do të marrë gjitha masat për ta pajisur me leje qëndrimi dhe shtetas shqiptar sa më shpejt. Një. E dyta, kemi presidenti që ka shkuar në Bangladesh dhe ka bërë thirrje ecni në Shqipëri sepse mund pajisin Nikolaj me shtetësi shqiptare. 3. Ke emigrantët ke njerëz që duan shtetësi shqiptare, Preshev, Medvej, Bujanoc, Kosovë, shqiptarë që kanë numër të drejtë në shtetësi, që kanë ikur vitet 90 ka marrë shtetësi gjermane apo shtetësi amerikane, atëherë lejohesh që duhet të hiqen një shtetësi edhe të merr shtetësinë e vendit ku ata janë. Ata nuk kanë drejt. Gjithta që po them pra, ai Preshevës, ky shtetas gjerman që do të vijë të marrë shtetësinë prapë siç e kishte, këta nuk marrin dot shtetësitë. I sorollasin në përdyert e presidencës. Nuk kuptojmë, profesor, se përpara kjo bëj për shkak të mos liberalizimit vizave, kështu thuhet paktën, që duke qenë se nuk janë liberalizuar vizat për Kosovën, nuk mundet të marrin pasaportë shqiptarët e Kosovës. Po tani atyre u liberalizuan vizat. Pse mos i marrin tani? Po sepse këta nuk duan të kenë më shqiptar rreth e rrot. Me përjashtim të 500.000 që duan të lënë këta. 500.000 do të thotë 200.000 patronazhista, 100.000 sklevrë pallafe, shopëtor kamariera, deri ke ajo puna e pisë, nuk po them për 100.000 për drogë, 100.000 janë ato, e kupton veti, shtëpia vrerë, shtëpia kuqe, e kupton vet, po i them dhe këto, edhe venja 500.000 tani. Ka i duan këta ati, edhe duan që të thonë një vend indigjen, si që është vendi Amerika indigjenët në një rrethim që ju bëhet atyre si popujt e vjetër të Amerikës, kështu do bëhemi ne mbas 2030-s. Që do të thotë përgatitja e këtyre që vinë, qoftë ai i afrikani që vjen jo në Itali, po vjen në Lezhë. Nuk janë as sikur i mbledh të gjitha në Lezhë që është gjadri i kthyer në tokë italiane. Po merremi me tokën si edhe, po merremi me ata që do vinë, të cili italiani përgatit 1, 2, 3 për mua, edhe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 janë për Shqipërinë. Pra në 10 veta 3 do marrje italiani për veten tik ta që quhen buono ragazzi, njerëz të mirë. Pjesa cattivo ose bruto do ta lëri për Shqipërinë. Po e lë një ditë, 2 ditë, 1 muaj, 2 vjet, një vit do shpërthejnë ata. Do dalin nga kuadri i bullut edhe do integrohen apo do pajisen me një ligj që të bëjnë shtetat shqiptar. Janë këta që vinë si punëtor tani. Në përto komplekse turistike, pa fund filloi Beradi. Në lagje Mangalem ka filluar Beradi, s'kam gjeu me Filipinas me Bangladesh. Por ka me këtë që me përgatitjen e qeverisë që këta jetë në shtetas, se do vi këtë çështje finale. Mbasi i në shtetas, vazhdojnë.
vendimi 848, 27 dhjetor 2025. Ky vendim thot që unë ndjehem dhe atë që bëri Dimitri Gjoka, gazetari shquar i televizionit që e shikoni me ende, unë ndjehem gre, e odhje, pavarësisht që u troq, po e odhje e atë. Ata që bën dikush tjetër në media, ka plot në media që paguan 59 milion euro nga shteti jugor dhe 200 milion euro paguan nga shteti verior. Po në këto 200 milion janë 3-4 janë mediat e 3-4 vendeve. E Marzi, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Po Shqipëria zë pjesë kryesore. Dhe nuk është rastësi që për këtë lajm, që unë kam hedhur lajme ndonjëherë edhe të nivelit mesatar, nuk po them niveli ulë, dhe edhe reagon media, e përshpejton, e përcjell. Nëse një lajm ku Shqipëria në 2030 kërkojnë ta zhdukin të Shqipëri këtë komb, dhe asnjë reagim nga media, bile ti je i pari dhe i vetmi, deri tani që po qasesh. Ndërkohë që 2-3 media të tjera më ftuan për një emision që kishte të bënte me alienët. Ju thash po çleu me alienët. Një tjetër me emision më fton një emision për futja kot që s'ka lidhje me vendin. Më din akoma si konspirativ, them në një fjalë të matur ose që duket e zakonshme për qytetarët e zakonshëm, për gjuhën apo për historinë. Për shembull, nëse them Harry Potter vjen e thot libri, nuk e them unë. U thjesht i kam zbulu nëpër libra, që lexoj. Vjen në South East of Albania, merr energjinë dhe shpërndan për ata moshatarët e vet në gjithë botën. Edhe më marrin shumë gazetarë, më dinë sikur jam Artet Qago, por vetë ka drejtën e vet që të jetë konspirativ, të jetë me mendje të thellë, me mendje me shisën 6 i punor. Unë kam logjikën inxhinierike, logjikën shkencore, e shkenca jam, kaq. Edhe vinë, kërkojnë emisione të paqena, të palidhura me interesat e vendit, edhe kur i them që më dalëm se ke një diçka që mund të bëj, ja të pyesim pak pronarin. E pyet pronarin dhe nuk vjen më që të bëj këtë interesim. Pra, jemi që ligji i 2024-s harami qoftë opozitës që kur dëgjon lajme dhe unë nuk dëgjoj me lajme për faktin se ke kryeministin, ke Berishën, ke prap kryeministin, prap Berishën, ke një vrasje, pastaj një futje kulture, pastaj ke vrasje prap. Pra këto janë lajmet e televizioneve tona dhe nuk i shoh më, sepse është një jetë gjë. Po arman harami qoftë opozitës shqiptare që na bie shere gjoja me atë që quhet pozitë apo majorancë shqiptare, në të cilat janë pjesë, bile kur thonë, nuk janë një, po janë vlezër siamez. Se i themi ndonjëherë në mëngjelis, ata janë bërë një tash, ata janë bashkë, jo nuk janë bashkë, po ata janë një, bile janë siamez. Në gjitha sipërmarrjet e bizneseve, e ndarjeve të ofiqeve, apo ndarjes së oligarkive midis njëri tjetrit. Dhe në kuptim, opozita nuk na tha gjysmë llafi që ora popull, po përgatitet një ligj që juve ju bën të zhdukeni në 2030. Po duhet Adrian Heta nga Gjermania të zbuloj si që ka tipin e vet, na i dërgon dhe unë do ta bëj për veten time çështje. Ai sa do më ngrej kraba, do mbledh njerëz të mençur, njerëz të elit, njerëz të ditur, njerëz të guximshëm, dhe do bëjmë atë që quhet lufta e paepur e njerëzve që duan vendin. Dhe çfarë ndos tani? E thash, presidenti do t'japi shtetësinë me njerë, se ka thënë vetëm Adris do të merrni shtetësinë. Bizneset, oligarkët do t'i marrin në përpunra që gjoja që shqiptarët janë dembela. Shqiptarët nuk punojnë. Dhe i bëjnë që shqiptarët mos vjen punë të ikin. Do thotë që ulet numri i popullsisë. Nga 1,5 milion jemi sot, 1,7 milion, kemi maksimum, do vejnë 500.000 si pas parashikimit të FMN-s dhe Bankës Botërore deri në 2030. Po deri në 2030 do të thotë që Edi Rama e merr qeverisjen e 5 2027-2031. Dhe 2030 i fut një propozim për president ose për mbret e gatit situatën në mënyrë që këtë që do gatuaj 2024-2030 në qenien e vet si kryeministër, në kohën që do bëhet o president o mbret mas 2030-s, ai e cimenton dhe e bulos dhe e zhduk këtë kom. Pra, nëse mbledh faktet që thash Afrika në gjatër, pjesa nga Imara, Tiniqi deri në Konispol i kthehet Tiniqi në reformën zgjedhore. Imara del
me Finiqin del me tokë greke, nga Jorgucati del në Sarandi, del kufiri shqiptar, del bashkia i marë, bashkia Finiq, del është një prefektur me i marë, do dali me tokë greke. Njerëzit brenda këtyre vendeve, Delvini, Mar, Konispol, do shprehen si ndjen, le të jetë ai gjyshi Mahmut apo Karam Mahmut. Ai do ta thojë gjyshin e baban. Ai do ta thojë dhe vetën Xhemal, që ka emrin ai. Qoftë Çam, qoftë musliman i Finiqit apo i Vanës apo i Sarandës, edhe do blihet për 3-4-500 euro, do t'i sigurohet një rrogë aty, ndihem grek, dhe në momentin që arrin fshati, qyteti, krajina, 20% plus 1, ka të drejtën e ligjshme, libra, shkolla, universitete, t'i bëj greqisht. E njëjta gjë bullgarisht në pjesën Kukës-Dibër. E njëjta gjë serbisht Marzi në pjesën Shkodër, Dukaqin edhe lart. Që do thotë bie numri shqiptarëve, rritet numri i atyre që vinë të punësuar, do marrin shtetësi Bangladesh, Iran, Irak, Arab, Qifut, Izraelit e tjerë. Dhe Shqipëria paksohet se do iki, se nuk gjen do të më vetën, parlamenti do vej nga 140 në 100 veta, që do të thotë që kur ta kthehen në asociacione dhe në komunitete, me shtesësi shqiptare, kanë të drejtë të zgjedhin deputet, që do të thotë zgjedhja e deputetëve mbi 50 plus 1, ta do bëjnë ligjin, majorancën, dhe kur do vej 67, 35, ta do bëjnë ligje të mëdha, ligje të forta se si të zhbëhet Shqipëria, që do të thotë që në 2030 këta zotrojnë parlamentin dhe do na dëbojnë dhe kot luftojnë gjithë tati, diku diçka shqipe, diku gjua, diku ADN, diku libra shqip, diku shkolla shqip, prandaj dhe s'përthejnë shkollën dhe universitetin, ku një jurist, njeriu im, bën 2 orë mësim në javë. Një jurist, 2 studente, viti 2, juridik, bën 2 orë mësim në javë. Nëse një punonjës, studente që bën praktikën nga mua, një muaj, ta nuk bëjmë mësim fare me vetëm në gjeologji, vetëm një pedagoge në Ariqi Kafër. Edhe ne jemi nga 14 veta, vetëm unë shkoj në shkollë. Nga 14 veta, vetëm një shkoj në shkollë. Prandaj, në këto kushte, ku çdo gjë zbehet, zvoglohet, trahtohet. Pra, profesor, më përgjoni që është kot kjo darja e re, me që erdhët aty tek, që po diskutohet darja e re territoriale tani, se është kot, sepse sipas asaj, de facto, poshtë greku në bugarët andej, serbët, jo pastaj arabët, izraelitit e tjera, prandaj duhet bërë sipas këtyre, si gjitha gjasat. Po prandaj bëhet e juruar. Si e gazetar edhe i mënshë, po edhe i mirë, dhe dashamirës për vendit. Pra, kjo ndarje re është në shërbim, ata kur e bën, 8 vjet kanë që bën reformë. Si mundet reforma të ndrojë brenda 8 apo 10 vjetë? Si mundet kushtetuta e vendit të ndryshojë si ndryshuar nga 97 në 2008, nga 2008 duan ta ndryshojnë prapë kur bëhet ose president. Si mundet ndryshojë kaq shpejt kushtetuta? Pra, në këtë kuptim, ose si mundet që nga një tokë që nuk shitesh vendi të kthehet ndaj tuajve, është në tokë që do shitet. Po çdo do ky projekt i maleve, se këto janë gjitha bashkë gazetari dashur. Si ky projekt i maleve, që është dhe projekti i Alpeve, do të thotë që ky kryeministri nuk ka joti se imi nuk është kur, joti kuptimin në ponjsa apo një tjetri, imi nuk është kur ai kryeministër. Ky kryeministër që pasi dha çdo pëllëm centimetre katror tokë detare, mbasi la fushat me plantacione edhe me po jep në shërbim të tuajve, si që është Gjadri, si që është Teci në Seman, që do të shbëj popullsinë për 10.000 banorësh, Teci edhe në Seman, po edhe në Vlorë. Që është gaz sjellësi në Vlorë, ajo që quhet gazi lëngsh. Do shbëj gjithë gjiun e Vlorës, do ta shkatroj atë gjë Vlorë. Ku ne, ajo është një dokument ku nuk është firmosur. Ky dokument nuk është firmosur nga pala amerikane. E kupton dot? Është firmosur me disë palës greke dhe palës shqiptare. Nuk është firmos qeveria amerikane, shteti amerikan nuk di asgjë për këtë projekt. Po ç'është terminali i Vlorës? Që do bëjnë një ndotje, që ne kemi tekstuar dhe kemi fituar në 2005-2006, këtë ndotje, që gjiu i Vlorës, duke qenë gji i mbyllur, me një aksident që ndodh
3/1000, në 1000 vapora që bien apo që ikin, që hyn apo dalin, ka 3/1000 të sigurt aksidentin. Sikundër ka ndodhur deri tani 5-6 aksidente që unë i kam hedhur në gjyq dhe kam fituar gjyqin e fundit. Në gjiun e Vlorës është e pamundur në 1000 vapor, është numerike, është algoritëm, është eksponencial, është e pamundur mos të ndodhin në 1003 aksidente, në 1000 hyrje dalje. Dhe ka ndodhur konkretisht në Vlorë 3-4 aksidente të fuqishme që do të thotë që gjiu i Vlorës do ndotet e do ta bëjë turizmin shumë të dobët. Do të thotë që këta s'do kenë interes për turizmi, këto që janë komplekse familjare të mesmet apo të lartat, nuk do kenë interes dhe këta tani po na e bën me qëllim grekët. Po patjetër e uruar, patjetër, pa diskutim. Greku është në Vlorë, Greku është në Suk, ku janë 10.000 banorë, me mijëra hektar sera, 10.000 banorë. Ky tet që do bëjë që nuk do të shitet prodhimi në lartësinë e duhur, siç e ka sot, sepse do jetë përballë një teci, mund të jetë për një çmim shumë arrogant, shumë i ulët, çmimi. Në kuptim, ata s'do kenë me interes të dali prodhimi në kosto. Atë i bie që të ikin, gjejnë forma të tjera të ikjes nga ky vend, diku në qytet tjetër, diku jashtë, diku në Tiranë e tjerë. Pra, edhe kjo është bërë e popullsisë. Ndërkohë, vim ke dibra, që kryeministri thotë që unë po i gjeta 2 miliardë euro, unë do ta bëj skavicën, se ka gjetur 800 milion deri tani. Me po skavica nuk ka lidhje fare me shkencën, me tokën, me përmbytjet e Shkodrës, nuk ka pikë lidhje. Nuk është skavica që do ruaj kurse si të ruaj përmbytjen në Koman, që është Komani që përmbyt ku vinë 13 lumej nga Alpet, nga Fierza nuk përmbytet kur Fierza. Po nëse Fierzës i shtojmë skavicën në rast se 1% populloritet, atëherë Skavica dhe Fierza mbysin jo Komani në Shkodër, po mbysin Italinë. Dhe tërmeti është hipotetik 10-11 ballësh, po të shpëtej Fierza. Po Fierza është e ekuilibruar për shkak se drini është konstant. Po nëse drini ndalon Skavic, ku Skavica mund të fryhet, dhe në një rast përqinet vogël 1-2-3%, një herë në 100 vjet, ajo mund bëjë një tërmet hipotetik 10-11 ballësh që e përfundon përmbytja në Itali. Pra, në kuptim, apokalips, në kuptim, që është kryeministri, të zhduk i Dibranën, bile dhe janë veri diktator, që diktaturat janë të gasme për i dosjetare të mëdhenj, edhe tha, nuk mund t'ja bëjmë poplit Dibrës shpënguljen e 20.000 banorëve Dibran. Edhe këta hajtë të shpëngulin, 20.000 banorë Dibran, ndërkohë që ti nuk fiton, duke se ku flasë shumë, edhe me pasion, po i kam që të gjitha, gjori është popull shqiptar, gjori është, gjo fjalë, e kam të argumentuar, e kam e studim, e kam e shkencë, e kam e të pjotur me mira të tjerë, e kam e të marrë referenca nga mira të tjerë. Prandaj o popull, o gjumash popull, o popull shqiptar, turp të kini, që s'ka unë djenë për asgjë. Kur gjyshi juaj, edhe imi, edhe tendi, si gazetar, ka luftuar për këtë vend me armë, me kokën në torb. Nësa këta nuk ballafaqohen dot me një kryeministër, me një qeveri, me një plan prishje, me një projekt djallëzor, që diku është, e tham, është Skavic, diku është Tet në Suk, diku është Gjatër, diku është GLN, gazi lëndshëm në Florë, diku është 832 hektar heqje tokës buzini për të ruajtur, që ti s'do shkelësh dot, diku është manastir, ajo pikza, ajo pikza, diku është manastir që ti nuk shkel dot, diku është dermi, diku është palas që ti nuk shkel dot, diku është një kompleks turistik në Begdet që ti nuk shkel dot, diku është mal, projekt Mali, që projekti Mali është blihet një herë. Unë jam djalë pronari që ndol, nuk marr dot toka dhe mia, po pse më juriste, sepse ngrihet një avokat shteti, që është avokati i Ramës, edhe thot, më duket se nuk e shoh mirë këtë. Unë kam 99.9% dokumentave të qepura. Njëra mu mos duket mirë se dokumenti 40, edhe ai do thoj se s'bën. Mu duket se kjo nuk duket mirë dhe unë e humbas të drejtën e gjyqit dhe të gjyqit të përjetshëm unë e humbas dhe nuk përfitoj. Ndërkohë, ky që vetë merr projekt Mali, projekt Alpesh, vetë pa një dokument.
vete pa lidhje me fshatin, me malin, me komunën, me njësinë administrative. Vete jashtëm, dhe ka të drejtë mas 3 vjetësh, ku komuna bie në dispozicion, e mbron, e jep dokumenta, e pajis, pse e pajis? Që mbas 3 vjetësh ka dalë ligji që pyete, që e blen një uaj. Pra mbas 3 vjetësh ky ka të drejtë ta shesi këtë ligj. Nuk është se shikoni shpresë te kjo, duke marrë si shembull, si analogji edhe ato që po ndodh në Maqedoninë e Veriut, aty studentët shqiptar kanë një reflektim, janë ngritur për ta mbrojtur gjuhën. Kurse këtu nuk është se ka një lëvizje apo ke diçka që për ndryshuar diçka, për të parandaluar këto që sapo thatë, nga kalimi i pronësisë për tokën, nga shitja e Alpeve me 1 euro, nga ligji i investimeve strategjike, pra nga deti në male, në kodër, në fushë, gjitha tjera. Pra, ti përmbledh për shqiptarët. Shqipëria është e shitur tashmë që s'ka bërë vakim në historinë njerëzore, as po filloi nga Romaku. Romaku pushtoi fushat, nuk pushtoi dot kodat dhe malet. Prandaj dhe ADN-ja që është bërë në 2023 tregoi që Romaku nuk ka ndikim ke popullsia shqiptare. Me përjashtim të disa patronazhistave, në thonjza të atërshëm, u bën dhe vllau im, djali i gjajt, u bën në administratë edhe mësoi romanishtin. Këta janë vlehët e parë. Më vonë që në çoban. Kur vjen avari, serbi, slavi, këta vranë, dojgjën, po prap lanë një derë ku dolën arbënorët, të cilët shkëlqyen për 3-400 vjet, 1054 dhe 1479, 1500. Shkëlqyen 400 vjet, arbënorët. U futën në atë që quhet mesjet e Ershir e Madhe me pushtimin Osman dhe Turk. Këta kanë fritar tonë Turq, Osman dhe Turq bashkë. Se në fundit Gjon Turqi deri ishin më keq se Osmanët në 1908. Dhe megjithatë kishte një klasë fisnike ende, një klasë belerësh në vitet e pushtimit turk, kishte shtresë mesme, kishte zanaqi, kishte snafër, klasa e snafe, kishte lagje civilizuara, lagja Mangaleme Beratit, pje fjala kalat, ishin gjithë gjallëri, vjen periudha e viteve të mbretit. Kishte beler akoma, që cilën e lanë gjysmën në vitet 1935 e lanë gjysmën e stafetës të Belerbeut, e lanë, edhe u kthyen njerëz tip elite. Në 1930-1941 u kthyen në elitë e popullit shqiptar, e që Embej Vlora, vazhdo Ali Bej Këlqyra, Mitat Bej Frashëri, janë shumë, Aqit Pashlet Bastani, vetë Mbreti Zog në ato dritjet e veta, janë shumë. Ndërsa në vitet 45 u kthyem në një klasë punëtore, 45-90, ku mbizeton në klasa punëtore, u shuajt elita, u shuajt në klasat e mira. Profesor, ju ndodhet pikërisht aty me atë pyetje me të cilën unë doja ta mbyllja. Ku është elita sot? Kemi në një elitë sot? Bravo, po aty do vim. Aty do vi, edhe mbaroj. Dhe në 90-ën ndodhi që klasa fshatare me respektin e madh që kanë për gjithë ata, sepse s'ka të bëj fshatari ku jeton në fshat, ka të bëj në mundësi. Sigurisht morën një parë zhvillimi dhe zbritën, edhe kjo quhet, por ajo që është soti në 2013 më saktë, 2015 me ardhjen e këtyre në pushtet, ta të fundit 4 qeveri, këta instaluan klasën harbute në pushtet. Dhe harbuti i bën të gjitha. Nuk ka din e iman, nuk ka komb, nuk ka vend, nuk ka dhe. Harbuti, kriminali, janë pa dhe, janë gjithë njësoj. Dhe këta zhdukën klasën elit, zhdukën familjet e mëdha, bile presidenti jonë i viteve në të dy, e merr me mend kush është, në të 2 dhe 3, edhe i tha presidenti austriak mbështetu te klasat e pasura, te klasat, siç bëri Çekia, që u mbështet ke klasat e elit. Nuk ka më, tha, i vrau Enverit, aty i ke, tha, se i kemi ne, tha. Dhe po ti përshre, në vitet 2000, kishte një farë gjallërini, vorë si 100 familjet e mëdha të Tiranës, për shembull, deri diku familjet e mëdha të Beratit, edhe tashin nuk piptin më të ti. Këta janë, o janë blerë, o janë shitur, o kanë nipin dhe mbesën në përpuna qeverie dhe bashkie, o kanë ndonjë projekt, o kanë nikur jashtë, o i është mbyllur goja, më keq se në kohën e diktaturës, i është mbyllur goja, edhe në kuptim, ajo elitë që ti po pyet, dim ke ajo që është nevoja soti, sepse siç është elita, është
populli, elita gjermane, elit kalorsiake, kalorsa është e i popull, elita franceze, si që është elita franceze, populli, si që është elita angleze, nobel, lord, sir, edhe populli ndjek elitën, si që janë elita italiane, ashtu si kont, edhe populli kont ndjek elitën e Italisë, e njëjta gjë Spanja, ndërkohë që ne kemi bërë elitën të falimentuar. Jo vetëm elita që është tresa e lartë, ku unë do kërkoj së shpejti ta mbledhte elitën në emër të kujt, në emër të një qytetari elite. Qytetari elite kuptimin edhe nga trashëgimia, edhe nga përpjekjet që po i përmendën, e kam këtë nder pra. Se mirë, unë jam njohur tani si person që mezi jetoj. Unë mezi jetoj. Më tha njëri, me vërtet me biçikletë, thaj, me vërtet me këtë, po patjetër i thash. O dinjitet, me pak lek, me sa për të jetuar, o parave, dyja nuk shkojnë i thash. Unë kam rritur këtë dinjitet e emër dhe kam të drejtën time morale që të mbledh njerëz, që të bind njerëz, që të luftoj për të vend. E kam të drejtë moraleve. Se s'më është gjetur sot 70 vjeç një gabim nga e kaluara. As nga fisi, pa as nga vetvetja, se mund të jetë fisi bujari mirë elit, po mund të gaboj ai, i jepet mbas partisë, mbas një femre edhe mbas paras. Unë si kam patur këto 3 gjëra. As parti, as me atë që thash njëherë, as me paran. Atëherë mendoj dhe shpresoj shumë në përgjigje protestoj që ja kam shpresë, po unë besoj se ka shpresë nëse mosha juaj të kuptoj atë që quhet vlerë kombëtare, dhe ata që janë të pjekur në vlerë kombëtare do të kuptojnë energjinë e rinisë. Dhe nëse i bëj bashkë si pjekurinë e një 50, 60, 70 vjeçari që ka një dashuri më të theksuar për vendin me energjinë që ka i riu, por sigurisht me një mungesë jo të madhe histori, sigurisht me një mungesë të madhe historike ka i riu, sepse historia të ndihmon shumë për të zgjidhur fatet e tashme dhe për parashikuar të ardhmen. Kështu që në të kuptim, unë shpresoj që vetëm duke kundërshtuar Edi Ramën, duke bërë një model edhe sikur ta bëjmë. Por të paktën e kundërshtuame, o por t'ja ngecim në gryk më bëjë. T'ja ngecim në gryk më këti njeriu djallëzor. Ky njeri djallëzor, Edi Rama, t'ja ngecim në gryk atë që duke i bërë Shqipërisë. Kështu që në të kuptim, shqiptarët ka një tmet madhe, nuk janë të ndjeshëm, janë tolerantë, janë zbutca, janë tempela herë, janë që nuk parashikojnë do të ardhmen, nuk shohin do më shumë se unda e tyre. Dhe në 1830, 40, 50, i malli George von Hans, inxhinier si punë e ime, albanolog, babai albanologjisë, parashikoi që me këtë ritëm që Greqia mori shtetin në 1840, dhe në 1850 gjeti dhe erojnë Aleksandrin e Madh, Lekan i Madh shqip, e gjeti dhe ero, e vuri në qendër dhe i filloi të hante shqiptarët një nga një. Eksakt ashtu sot. Dhe ai parashikoi që mbas 10-20 vjetësh gjua shqipe do dobësohet, pastaj do zhduket, pastaj nuk do flitet, dhe pastaj do jetë në përfshatra, pastaj në fshatrat e larta, deri në 1967, ku i madhi Antonio Pelucci, në kuadër të një projekti evropian, shkon në fshatrat e Greqisë edhe në 670 prej tyre, gjen akoma albanitat që flisin shqip. Dhe në 1960 në fshatra, deputeti që delte fliste shqip në 1960. Në 1975 deputeti fliste shqip dhe anglisht, shqip dhe greqisht 75-80. Në 90-ën kur vajtën emigrantët tanë, për të parë, ata folën vetëm greqisht. Pra imagjino, gjua shqipe nga kohë e Trojës, nga para Trojës, 10.000, po të paktën në kohë e Trojës, 1200 para Krishtit, deri në mesjet, edhe deri në shtetin grek modern 1840, 50, 900, edhe deri në 965 në fshatat Salamin, në fshatat e diti që në Salamin, në Hidra dhe në Specia, në 970, kontratat bëheshin me gojë, si në veri, si në Dukajin, si në Marsit Madhe, edhe u fut noterizimi në 1980 për herë parë. Kontratat, tamam si shqiptarët, albanitas, nuk bën një kontratë siç bëhet në botën moderne. Me fjalën, me besën me dorë, me sy me qepalla me dorë dhe kaq, sepse ishin shqiptar pra, deri në 1970-80. Në 90-ën që deputeti fliste vetëm greqisht, shkolla do bën që gjitha greke, pra në kuptim edhe Shqipëria, po atëherë s'kishte elektronik. Hapi i evolucionit ishte i ngadalshëm. Nëse tani ka elektronik, tani nuk ka nevojë të presësh ti 10 vjet luftra apo 20 vjet diplomatira
tani me anë të elektronikës, me anë të këtyre ligjeve që sapo tham, projekt Mali, Invest Bashkie, projekt Alpesh, Gjadër, Bregdeti, të tham, Manastir Butrin, arkeologjia, Gylis, Apolloni, Butrin, Durrës, quhen greke, reforma zgjedhore, Himar, Finiq, Konispol, Jorgucat, prefekturë e gjitha kjo greke, vendimi 848, unë diem, unë jam kombas ashtu si ndiem, që do të thotë është edhe Bullgari për pjesën Kukës-Dibër, është edhe Serbi për pjesën e marxistë të Vermoshit, është edhe Malizi për pjesën e Hut e marxistë etj të Shkodrës. Pra, që ngelen shqiptar janë 200.000 vlle që kanë që kanë shtetësi greke, e diti që një minoritar ka më shok, nuk ka pasaport greke, nësa një vlla që ka qenë vllau jonë në vitet 400, 600, 800, dhe unë gjitë në mal, thot Eminescu, shkrimtari i madh rumun, që vllahat dhe i lirët unë gjitë në mal, në shtatë kur erë në Slavë. Dhe dolën në Mali 1900, ndolën unë gjitë në bashkë, dhe erdhën bashkë që ishin vlezër. Dhe në 1940, këtyre vleve, çobanëve, i ushtuan Sarakaçan si Edi Rama, Karakaçan, i zi, që erdhën për të rregulluar gardhe, edhe për të lyer shtëpit, edhe për të nxjerrë shëtitje delet, kuajt, prandaj kanë mbiemër Gjoka. Prandaj kanë mbiemër Mushka. Sepse merreshin ajo familje Karakaçane që merresh me Mushka, e morën mbiemrin Mushka, sepse turku nuk lindte të vije mbiemra zotrish, siç kishin shqiptarët, po e dinte Llagape, Topalli, Qalamani, Teneqegjiu, Teneqepunusi, Mushka, Gjoka, pra zotaj, mbiemri shqip ky, edhe jam minoritar në 1914. U kthi minoritar. Këta ishin ata që solli Arrami qoftë, Myfit Beli Bohova, edhe Ali Pasha që i solli për Argat. Sot ata janë zotën. E njëjta gjë do ndodhi me këta, do vinë si Argat dhe po vinë, edhe më tha mua byrektoria, profesor, këta nuk kanë llafe dhe. Nuk kanë si shqiptarë dhe. Po i thash, ditën e parë dhe e dytë i thash, s'kan llafe. Pa në është sklavë, s'kan llafe. Po mbaj mend pas disa vjetë, do ta marrë këtë pronë. Sa shqiptari është zotni i thash. Nuk të ka marrë, nuk kanë do të marrë pronën tjetër, qofse janë 2, 3, 5 sporadike në 10.000 raste, është ligji natyrës. Por thash nuk ka bën dot një shqiptar. Se pronari është pronar, ka me mira vjet këtu në pronën e vet në Shqipëri. Në kuptim, këta që do vinë si tuaj, migrant, me këtë fletore zyrtare, me këtë ligj parlamentit 2024, kthehen në shtetas shqiptar, do kthehen në parlament deputet shqiptar, do bëjnë majorancën, pastaj do bëjnë më shumë se sa 3/5 për bërë ligjet vendimarrëse të mëdha, fuqishme kombëtare, dhe Shqipëria do jetë 500.000, që ta thash, 200.000 patronazhistë, 100.000 prostituta, 100.000 kamarierë dhe 100.000 drogmen. Demi pakic. 100.000 drogmen. Edhe një 100.000 si ne do jenë kështu rezervat. I duhet të zanguri për gjuhën shqipe për ADN, që të thonë që Europa i ka rënë këtu ke Shqipëria. Prandaj dhe kanë nxjerrë jo rastisht edhe ADN, edhe fermer dhe gjuha më e vjetër në botë. Për të që ky është rezervat indogjen, indian, aborigen, ata abor, të parë, ashti i parë, borigen, është gjeni i parë. Këtë do na ruajnë ata si aborigen, do na ruajnë ose si indigen, amerikanë të kuq të Amerikës. Ky është edhe rrimshëm dhe turshëm dhe i bëj këtyre popujve shqiptar të paktën një herë të vëj mendjen në funksion, të vëj mendjen në punë, të vëj gishtin kokës, të mblidhet edhe hajde të bëjmë tonët, t'ja lëmë në histori, që ne nuk bijem dakord me këtë fletore zyrtare, me këtë ligj. O popull, dëgjoj një herë edhe. O popull i pabindur, o popull dembel, o popull nuk thuhet, por qoftë populli ka mbi 50% në këtë që po them, dembel, i arsimuar analfabet i edukuar, i arsimuar analfabet, po i shofti që inxhiniera nuk bën dot një art topografike, kam inxhiniera 30 nuk bën dot një art. Vazhdojmë. Një popull që nuk ndeshet me vështirësitë. E do ti, ku tha një ardhur nga Mirdita në Francë me shoqin, se unë atje në Bujtim zbuloj shumë gjëra. Edhe tha,
më tha gjitha këto, Dembel, ka Shere këtu, ka Grind, po ti tash vajte gjete bëheni Shqipërinë tha ajo, edhe vimja tha. I thash unë, ti vajte gjete një Francë të gatshme, të bërë me luftra pa luftra, edhe e gjen të gatshme Francën, e kërkon të jetosh si francez, dhe vjen tash ta bëjmë në Shqipërinë dhe ti të vish të jetosh, ta gjesh do gjerë paqe qetësi, po ti kush je? Që edhe shante shqiptarët janë kështu, çfarë nuk thoshe për shqiptarët? A le me të qiftirit, sheturshën, i thash urdhë muzeun shikoja, fare, urdhë me një libër fare që të dish kush je i thash, të dish të mburesh që ky popull shqiptar ka themeluar Francën, prandaj tha Parisit i parë, ky qyteti i Francës, i parë, pra qyteti i parë në botë për nga bukuria. Që atëherë, kush e themeloi? I lirë. Në shekulin e 654, e thot Larousse, e thot enciklopedia franceze, që lirët mësuan keltët, galët, frangët, se si të gatuan, se si të vishesh, se si të varosin baban, se nuk dinin të varosin njeriu. I lirët i mësuan. Ç'a ndodhi? Në vitin 200 pas Krishtit, erdhën legionarët romak, edhe shkatruan civilizimet më parshme. Po ti e di që Romaku është civilizuar. Kështu e diti pra. Ai ishte barbari. Pra, në të kuptim shqiptarët nuk din kush janë. E kemi thënë ka qenë bashkë, janë gjethe që nuk din të kujdege, po edhe nëse ndonjëri di degë, nuk e di që kjo degë e kujt trungu, dhe nëse ndonjëri di trungun, nuk di se ky trung i kujt rënja është. Këta janë shqiptarët, e udhimshëm, po ne do ta bëjmë. Për inat aty që thoshte Konica, për inat të Edi Ramës, për inat ata që s'duan Shqipërinë, për inat të patronazhistave, për inat të komunistave, për inat të globalistave, për inat të atyre që duan të quhen grek apo serb apo bullgar, ne mbaj mendin. Ne do ta bëjmë Shqipërinë. Në mos ne do jepet fryma dhe fryma do pjelli filizat të tjerë për ta bërë Shqipërinë. S'ka përfituar kur Edi Rama me ata pinjollët e vet për të shkatruar të kombin. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, edhe sidomos edhe për bisedat e para, sidomos ato të para për çështjen e ADN-s, edhe të gjakut shqiptar nga periudha e broncit, ka marrë shumë mesazhe për gëzimesh që t'ju falenderoj edhe juve në emër të atyre. Të falenderoj shumë, profesor.